Kjo është gjendja e një kabine elektrike në fshatin Zagor të bashkisë Malësi e Madhe. Prej vitesh kjo kabine elektrike ndodhet në gjendje amortizuar dhe pa asnjë kusht sigurie, duke u kthyer në rrezik serioz për banorët e zonës. Përveç kushteve të sigurisë, banorët ankohen edhe për probleme me energji elektrike. Madje ato tregojnë se ka humbur jetën një banor i zonës për shkak të kësaj kabine. Kjo është kohë që është kështu. Dhe këtu është problem sa herë që vije shi, fryner, jemi pa energji elektrike. Dhe që është ma e keqja që është për të ardhur keq, se këtu mugojnë sinjalet e rrezikshmërisë, mugojnë zonat bazike që duhet të ketë një kabinë elektrike, nuk ka asnjë derë. Kjo është në mëshirën e fatit. Përveç se rrimë pa drita, këtu është dhe rrezikshmëri për ne banorët, për fëmijët tanë, sepse nuk ka asnjë siguri. Dhe këtu ka humbur jetën një njeri para disa kohëve në këtë kabinë elektrike. Pranaj është për të ardhur keq për zonat që ndodhin dhe që shteti nuk merr pjesë për asnjë zonë. Këtu kur ndodhen edhe defekte si transformatori ose në një tjetër, edhe si shtëpia të gjithë banorët kemi sponsorizuar, kemi qit lek për çdo shtëpi për të punë transformatorin dhe për të pas shërbimin e energjisë elektrike. Imagjinoje të hapim një biznes ose të punojmë ose për mua që jam emigrant i kthym, të vesh do të jetosh në një laxhe kur dritat i paguën dhe nuk ke shërbimin e energjisë elektrike, në radhë parë nuk është i plot, në radhë dytë nuk është stabil. Kemi bën thirrje OSHE-s shumë herë që të marrin masa për këtë zonë, por asnjëherë, asnjë zonë. Sot OSHE-a unë i shoh në xhiro ata sillen me xhipa, me fojstrada, me zona shumë luksoze, por kabina jonë është kjo që është. Na ka problem vetëm me kabinën. Nuk kena zonë me shtetin, kena me drita, nuk kena drita, çdo natë ne fikin dritat. Na kena pa drita, do të thonë mam janë fik, për moment fik çdo herë, as pa herë pas të vina e pa drita. Drasë lutë shtetit, qeverisë, elektrikut, të bajnë këtë punë përsi për popullin e Zagorës për 4-5 mahall tjera. A është rrezikshme për banorët? Kjo është rrezikshme për banorët se këto dera hapun e zbluam ashtë. Na veç për lutë në shtetit, drasë ka mundësi për me bajnë për hatrit biletit, pas dhe bjenë baktia, fëmija. Prej sa kohë është kjo gjendje? Kjo është tash 10 vjet, 15 vjet një shduar, se nuk vet kush për atë punë. Vinë e lidhni, tel këputet. Po shes i thomi bajri gjas, atë punësh, pas e leri masdore se pa rrezikojnë njerëzit. Jetu ka dek njëri jetu. Ja, të ka arbet e kodritet, ka beti to. Për këtë kërkohet një ndërhyrje urgjente nga OSHE, pasi rreth 20 familje përballen me këtë problematikë serioze.